Seksioni i pastrimit të parave në Policinë e Tiranës ka kryer një operacion të rëndësishme që çoi në sekuestrimin e 18 pasurive të ndryshme në emër të noteres 35 vjeçare Sanja Tel Hallari. Pasuritë me një vlerë totale që arrin rreth 3 milion euro, përfshin 13 pronat paluajtshme, përfshir apartamente, dyqane dhe vend parkimi, si dhe 5 llogari bankare. Hetimet e kryera nga organet e drejtësisë zbuluan se pasuritë janë blerë gjatë periudhës 2013-2024 përmes transaksioneve të ndryshme në bank, por të ardhurat e noteres nuk justifikonin dot shumat e investuara. Ky fakt ngriti dyshime për origjinën e fondeve të përdorura për blerjet e shtrenjta. Burimet e policisë bëjnë të ditur se një pjesë e fondeve të përdorura për investime në pasuritë paluajtshme mund të kenë ardhur nga ish-bashkëshorti i noteres, i cili aktualisht ndodhet në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për veprën penale të shfrytëzimit të prostitucionit. Vendimi i gjykatës së Tiranës për sekuestrimin e këtyre aseteve u mor pas kërkesës së policisë dhe prokurorisë, duke synuar jo vetëm bllokimin e pasurive të dyshuara, por edhe dokumentimin e origjinës së fondeve. Hetimet nuk kanë përfunduar ende. Autoritetet po vijojnë verifikimet për të konstatuar nëse notaria ka pasur të tjera të pasuri të paluajtshme ose llogari bankare në emër të saj apo në emër të familjarëve dhe të afërmëve të tjerë. Operacioni synon gjithashtu të hedhë dritë mbi mënyrën se si janë blerë dhe menaxhuar asetet gjatë viteve për të identifikuar çdo aktivitet të dyshimit financiar. Ky rast vjen në kuadër të një përpjekje më të gjerë të organeve ligjzbatuese për të goditur pastrimin e parave dhe aktivitetin financiar të palishëm, veçanërisht në sektorin e pasurive të paluajtshme, ku shpesh vjen re investime që nuk përputhen me të ardhurat reale të individëve.